Sot ishte sot mëngjes. Po rrezik kur dalim ne ka një lloj kështu nga këto ajret. Ora shtot të vjen një dozë. Po, është afsh duket nga një moment. Unë kisha ftohtë, po nuk e di çfarë do ndodh me kohën, a do ngrohet apo jo. Mirëmëngjes. Ju siguroj që nuk ka asgjë speciale për ju të dy kur dilin atë orë, është e njëjta masë ajrore me të gjithë ata që dalin nga shtëpia. Jo, s'është personale, asgjë s'është personale, por sot me shi. Sot me shi, në pjesën më të madhe të ditës, por në lidhje me atë që kur do ngrohet apo çfarë do ndodh, të paktën sot dhe nesër do të mbetemi në këto kushte, fundjava ngrohet menjëherë. Presim 25 gradë Celsius maksimumi në fundjavë dhe fillimin e javës tjetër. Megjithatë, detajet e motit 5 ditor ne i kemi rreth orës 9:10, të qëndrojmë tek kushtet e motit sot, tek çadra që do të na duhet sot, të paktën në pjesën e parë të ditës kemi rreshje në sasi të konsiderueshme në zonat jugore, rreshje më të pakta në qendër dhe në veri. Përmirësohet situata e motit sot në orët e pasdites, mbeten rreshjet prezente por në sasi të pakta dhe të karakterit lokal. Nuk ka ndryshuar temperaturat e mëngjesit. Madje sot në mesditë presim një rritje të lehtë me rreth 1 apo 1.5 gradë të maksimumeve. Do të kemi rrebeshava të shkurtra kryesisht në zonat në skajnë jugor dhe në juglindje. Kjo situatë deri në mesditë, pra kemi her pas here rrebeshava të shkurtra. Era fatmirësisht do dobësohet ndjeshëm, jo si era e pasditës së dieshme apo e mbrëmjes që ishte mjaft e fortë dhe lindore. Sot mbetet era lindore dhe juglindore, por mjaft e më dobësuar, një erë lehtë dhe mesatare. Dhe konkretisht pjesa e parë e ditës së sotme do të vijojë me vranësira dhe me rreshje në zonat jugore dhe në juglindje. Pra kemi Vlorë Berat dhe që nga Pogradeci dhe deri në skajnë jugor kemi kryesisht vranësira dhe rreshje. Rreshje të cilat her pas here janë në formë rrebeshi, më së shumti në juglindje, pra një pjesë e Korçës, Kolonja, por kryesisht Gjirokastra, Saranda dhe përmeti do të kenë rrebeshava të shkurtra deri sot në mesditë. Rreshje më të pakta pjesa tjetër e jugut, akoma më të pakta do të jenë rreshje gjatë paradites, Elbasan, Tiranë dhe lart deri në skajnë verior. Në orët e parë të ditës së sotme nuk ka ndryshuar vlerat termike. Mund të ndihet më freskët mbase për shkak të prezencës së shtuar të lagështirës, por termometri nuk ka ndryshuar. Kemi 1 gradë në skajnë verior dhe në verilindje. Përgjithsisht kemi vlera pozitive në zonat malore rreth 2-3 gradë minimumet, megjithëse rreshjet e dëborës theksoj janë në lartësi të 900 apo 1000 metra lartësi nga niveli i detit, kanë qenë gjatë natës kryesisht dhe vijojnë edhe 2-3 orë mëngjesin e sotëm në zonat e thella malore, por temperaturat janë pozitive për pjesën më të madhe të qyteteve në zonat malore, ndërsa në gjysmën perëndimore termometri luhatet nga 7-8 në brendësi të territorit, po kaq rreth 7-8 edhe në veri perëndim, deri në 11 gradë Celsius në vijën bregdetare, përjashtim bën Gjiri Sarandës me rreth 12, pra 11.5-12 gradë Celsius sot në mëngjes. Në pjesën e dytë të ditës, sikur e tham, edhe mesdita vijon pak a shumë në të njëjtën tablo sinoptike, direkt pas mesditës, dhe në vijim presim një përmirësim gradual të kushteve të motit. Sigurisht që 2-3 orë pas mesditës ne kemi sërish prezencë të rreshjeve të pakta në veri dhe në qendër dhe disi më konsiderueshme në jug, por shumë shpejt pas dite presim që veriu të pastrohet, do thosha, nga rreshjet, të mbetet me kthjellime dhe me vranësira dhe rreshjet të gjitha zhvendosen drejt jugut, juglindjes dhe zonave lindore, duke lënë dhe zonat lindore të qarkut të Tiranës sikundër dhe të qarkut të Elbasanit, pra gjysmën lindore të Tiranës dhe të Elbasanit, me prezencë rreshje, por sasi të pakta sot vonë pas dite dhe në mbrëmje. Termometri maksimal sot duke qenë se nga një herë lindore dhe verilindore një ditë më parë, sot jemi në një herë lindore dhe juglindore, kemi një rritje me të paktën 1 gradë të vlerave termike. Ngjiten maksimumet nga 8 deri në 10 gradë në zonat malore sot në mesditë, ndërsa në gjysmën perëndimore kemi përgjithsisht 14-15 gradë për zonat veri perëndimore dhe qendrore dhe kemi 17 gradë për pjesën më të madhe të qyteteve të jugut dhe jug perëndimit. Pra, deri 2-3 orë pas mesditës, rreshjet mbeten prezente, të pakta në veri dhe në qendër, kryesisht në skajnë jugor dhe atë juglindor. Përmirësojnë kushtet e motit sonte në mbrëmje, mbeten prezente dhe nesër. Çfarë do ndodh nga nesër dhe në vijim për 5 ditë me radhë, do jemi sërish së bashku në 9:10 këtu në dita jonë në A2 Siene.